Në çfarë ndodhesh tani, në çfarë gjendje që të ndodhesh, ti je në mëshirën e Allahut. Sikur robi ta dinte se si i drejton Allahu punët e tij, zemra e tij do të shkrihej në dashurinë për Allahun. Dhe ai do ta dinte me siguri se Allahu është më i mëshirshëm ndaj tij se sa nëna dhe babai i tij. Pra, nëse ke dhimbje, atëherë ti je në mëshirën e Allahut. Kjo dhimbje do të sjellë falje për gjunahet e tua, ngritje në gradën tënde, dhënie nga Allahu dhe kompensim pas tij. Dhe nëse je në gëzim, atëherë kjo është një dhuratë nga Allahu.